në rast të zgjedhësh deputet dhe je në kuvendin e Kosovës, çka kemi rregullu për neve? Unë si Mehmet direkt e morë me dësenet qarta që kam e mënu me pru investime për jashtë, domethënë për vendit ku jetoj, me që ta njerëz që njoh, me pas një mundësi të sqaruar, domethënë me pas një zyre që vjen edhe orientuar që ata edhe me ditë ku me ardhur, për shembull, një mërkimtar, nëse nesër vjen në aeroport Prishtinës edhe orientohet thotë po shkoj po investoj në Kosovë, me pas një zyrë ose si ul lidhse që me ditë tani në far adresë ku më ju orientu. Ka lloj mënyra për shembull, edhe drejtime që shqiptarët janë suksesshëm atje dhe janë kallëzuar shumë suksesshëm, që ata na duan neve edhe në Kosovë. Pa marrë parasysh në çfarë do lamie. Na jemi për shembull në laminë e Kolmev, na i kemi për shembull tash për momentin i kemi dikon 15 punëtorë që janë të kualifikuar. Po. Ata kanë marrë një kualifikim edhe pe neve si firmë, po edhe pe atyne që prodhojnë materiale më shembull. Në çfarë drejtime për me marrë me i bë edhe këto do kualifikime. Me synu për shembull rinin. Unë e kam përmend shumë shpesh, por se di kjo sa ka tani bazë mu realizu shumë shpejt se është mësimi dual që është shumë i rëndësishëm për shoqërinë. Mësimi dual bëhet përmes kompanive suksesshme që kanë njerëz kualifikuar, edhe përmes shkollave, domethënë që janë shkolla profesionale që e bojnë mësimin dual të mundshëm. Ajo është për shembull çush e bojnë atje, 2 ditë shkollë, 3 ditë praktik, edhe e merr një rrugë për shembull simbolike që një 16 vjeçar kur vjen te një moshë e caktuar orientohet në çfarë drejtimi do më bëj. Ajo mundësi t'japet në Gjermani shumë lehtë, për shembull se ka lami të caktuar, shumë lloj lamish që ti e ke mundësinë ku e gjon veten, zdrugtari, metalurgjinë, kolma, sigurimna, ka llamarin për shembull, ka shumë lloj drejtimi që shqiptarët mundin mi prupi atje, njerëz kualifikuar përmes kompanimeve që ekzistojnë këtu ose përmes kompanive të tjerë me bën një ndërlidhje që me pas edhe këtu një çështje. Ti me një farforme e tregove që atje i thojnë zanat, që thojnë me bo zanat në të njëjtën kohë dhe me punu. E ti menon që ky sen kish funksionuar edhe në Kosovë. A menon që kish funksionuar me neve të pas parasysh që na prit hanës dhe pranë të nila në shkollë, edhe me çaq shkryje, tani shtu në diell e kena veç për me nejtë të shtëpia. A menon që kishim mujt me kriju na çaq shprehi që edhe duhet me punu edhe duhet me shku në shkollë, na si shqiptar. A menon që kishim kishim ambientuar me çitsen. Nuk është e komplikuar për shembull me marrë një zanat. Pse me shku shumë njerëz në drejtime të caktuara me tentu me studiu për shembull juridikun ekonomikun, ku sa mi vete janë ato, esenca është më mirë do anina edhe në këtë drejtim me pas një përforcim se nuk është që fuqia punëtore pe Kosovë kur vjen e ka pasuruar shumë Gjermani. Na shohim ato në çdo aspekt. Çata njerëz pse nuk i shfrytëzojnë me thon hajde e ndihmojnë edhe Kosovën bashkë. A menon që është ajo që na shqiptar pak e dojnë edhe zorin? Nuk është që zori, atje kur jena shku, kur jem dalë si Mehmet, në 2009 për shembull, për kthejnë edhe herë, jem dalë atje edhe kom pas një farë mundësie, kur t'jesh atje, ti bash maj vetëdijshëm, maj ki vetbesim atë madh. Edhe më varet çdo sen për teje tani. Nuk mundesh të më prit që valla na shtam një man baba, për shembull nona, vllai i madh ose në atë aspekt nuk pret më ndim pe kërkon, apo duhet migro vet. Edhe çaja çosje duhet më pas edhe në Kosovë, një ri për shembull që tenton me bëj diçka në jetë, mos me kanë në varën pe kërkojnë apo me kanë i pavarën, me pas një vetbesim që mundet me arrit vetë. Çka është seni i parë që kishe bën në rast se ishe zgjedh deputet? Seni i parë që unë shumë më të rëndësishme është domethënë sot për sot edhe si deputet, po edhe si përfaqësoj edhe subjektin politik aleancën është siguria në vend që nëse mas nëse çdo çaj përmenda domethënë mos me pas hezitim për me orë këtu me investu. Se këtë çdo sa në çaj fola do i thash, janë shumë ndërlidhje në me tjetër me sigurinë kombëtare. Siguria kombëtare, siguria e shtetit ndërlidhet ngushtë me antarësimin ato, çdo sa që i ka premtuar edhe kryetari jon Ramush Haradinaj edhe ndërlidhet shumë sa me çto. Unë shoh si esenca ose si plani i parë edhe si subjekt edhe si Mehmet me tentuar si drejtim me bëni garanci një siguri që njerëz kur të vinë që to tani ato tjera të vinë tani edhe kushtet infrastrukturore, rrugët,